Mbi 120.000 vizitor vendas dhe të huaj janë regjistruar këtë vit në Parkun Kombëtar Shebenik Jablanic. Edhe në këtë stin vjeshte, parku mbetet plot me turistë që shijojnë ecjet në natyrë dhe shëtitjet buzëliqeneve. Të huajt nga Kina, Vietnami, Danimarka dhe Kanadaja janë akomoduar në familjet e fshatit Stërblev, ndërsa sipas përgjegjësit të parkut Xhek Nezha, rritja e turizmit po sjell të ardhura edhe për banorët lokal. Parku Kombëtar Shebenik nuk ka një sezon, është gjatë gjithë vitit ka vizitorë. Nuk mund të themi se ka një sezon caktuar. Gjatë stinës dimrit, pranvera, vera, vjeshta, gjitha ka bukurit dhe numrin caktuar vizitorëve sipas frekuentimit që kanë. Është një natyrë e pastër. A keni ndonjë shifër të vizitorëve? Po, ka afërsisht me statistikat me kontakt që kemi ne, është rreth 120.000 vizitorë vendas dhe të huaj për këtë vit. Nga janari deri në shtator të 2025-s. Po turistë të huaj sa? Nuk kemi një shifër fikse, por është një numër afërsisht tek 30% i numrit total të vizitorëve janë të huaj, kryesisht janë nga Gjermania, Austria dhe Franca. Natyra është e bukur, në një natyrë virgjër, këta kanë. Është ecën natyrë, shikim natyrë. Në projekte për turizmin ka Bashkia e Bashka, ka projekte, Bashkia Prejes, po ka projekte për turizmin. Është një park i ri dhe infrastrukturë duhet, akomodime duhet akomoduar shumë. Ne kemi bërë pjesën tonë si staf i parku, duke markuar shtigjet e ecjes, duke bërë sinjalistikat për orientimin e vizitorëve. Pjesa akomoduese pastaj